Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhuar falendrojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjet e shokët dhe çdo ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e kësaj bote. Të ndërlozër, jemi sot në takimin e radhës dhe në takimin e kaluar kemi filluar një temë më tepër të natyrës së meditimit, se sot të ndonjë shtjellimi apo shpjegimi. Dhe tema që kemi përgjigjur që të meditojmë rreth saj është tema e pejgamberëve të Allahut mënduar. Nga se tema e pejgamberëve në Kur'an është nga temat bazike, është nga temat qendrore. Dhe shumë tema tjera sillen rreth këtyre njerëzve. Për shkak se këta janë të përzgjedhurit të Allahut mënduar dhe Allahu xhallahu ala i ka dërguar me mision më fisnik mbi fytyrën e tokës. Kemi thënë se nëse lexojmë për pejgamberët e Allahut në Kur'an, e para që të bjen sy është dituria e tyre. I ka mësuar Allahu xhallahu ala atë që nuk ka mundësi njëri me mësu, ndryshe pas me shpallje. Kanë pas dije të veçantë, posaçme. Prandaj edhe e kanë përhap këtë dije. Ti e sheh se ata kanë qenë të dijshëm dhe kanë shpërndar dijen, se kanë rrit dijen për veti. Dhe dija që e kanë shpërndar pejgamberët është dije e veçantë. Nuk mund mësohet dikon përveç se në kushtimisht po them shkollën e pejgamberëve. Ata na kanë mësuar për gjëra që nuk mundet me i prek shqisa njeriu, as me sy, as me vesh, as me dorë, nga se vjen nga bota e gajbit, e padukshme. Edhe Allahu xhallahu ala është ai që e din dhe e njeh më së miri edhe të dukshme edhe të padukshme. Dhe për atë që ekziston përtej asaj që e shohin sytë tanë dhe përtej asaj që e dëgjojnë veshët tanë, ajo që ekziston përtej kësaj është padyshim shumë e rëndësishme. Nga se gajbi më i madh është Allahu te barekuhu teala. Ai ekziston, ai është, mirë po ne në dunjë nuk e shohim. Kush e njeh Allahun te barekuhu teala? Kush në flet për Zotin xhallahu ala, për emrat e Allahut, cilësitë e Allahut xhallahu ala, kush flet? Pejgamberi i Allahut azza xal. Prandaj se mediton është që janë të dijshëm. Edhe pastaj e kanë përhap dijen, po jo çfarë do dije. Po dije të veçantë që ata i bën, domthon të vetmit të autorizuar që të flasin për atë dije. Kush do të mësoj për Zotin, duhet të mësoj vetëm përmes pejgamberëve. Nuk ka rrugë tjetër. Kush do të mësoj për ahiretin, duhet të mësoj vetëm përmes pejgamberëve. Nuk ka rrugë tjetër. E shumësime që kanë dhënë ato pejgamberët nuk mësojnë ndryshe, përveç se përmes rrugës së pejgamberëve të Allahut mënduar. Në tjetër të ndërruazë nëse meditojmë rreth ajeteve që flasin për pejgamberët e Allahut te barekuhu teala. Sepse thash këtë temë shumë e gjatë, do të s'la petynë me don veti, po vetë meditime të përgjithshme rreth kësaj çështje madhështore. Çështja e dytë që të bie në sy gjatë leximit të rrëfimeve të pejgamberëve është çështja e adhurimit të tyre ndaj Allahut mënduar. Ato vetëm që kanë pas dije, ato vetëm që e kanë njohur Allahun te barekuhu teala. Po ata dhe këtë dije kanë përthyer në nështrim për ulje, në madhnim ndaj Allahut xhallahu ala, në dashni të veçantë ndaj Allahut te barekuhu teala, një frikë respekt i posaçëm ndaj Allahut te barekuhu teala. Dhe ata në këtë aspekt janë shembull për neve, janë një model i rëndësishëm për neve. Qysh madhnohet Allahu xhalla xhelaluhu, qysh madhnohet urdhni i Allahut te barekuhu teala, qysh adhurohet Allahu azza wa jall, qysh domethënë mbështetet njëri në Allahun, qysh e lut Allahun xhallahu ala. Gjitha këto forma të adhurimit i shohim praktikisht të manifestuara në jetën e përditshme të pejgamberit të Allahut te barekuhu teala. Prandaj është mirë që njëri këtë aspekt me e ushqy me udhëzimet e pejgamberëve. Kur lexon Kur'an në gjuhën shqipe që e kupton, aty ka ajete të qarta ku Allah flet për pejgamberët. Veçanërisht për shembull në surën Al-Anbiya, sura e pejgamberëve. Sura e pejgamberëve, aty Allah flet për pejgamberët, për Ibrahimin alayhis salam, fillimisht pastaj flet Allah xhallahu ala për Ismailin, kështu më radh pastaj për pejgamberët e tjerë më radh. Flet për sprorën e Jubit alayhis salam, flet për Davudin, Sulejman alayhis salam. Pejgamberi më rëndësi,
Dhe aty është që Allahu te bareku teala I përmend se kanë qenë adhurues. Allahu xhalla wala thot wa kanu lana abidin. Ata ishin adhurues të ndaj neve. Shiko Allahu I quhen abidin. Dhe abid është rob I përkushtuar në adhurim ndaj Allahut mënduar. Dhe këtë certifikat kushtimisht u ka dhënë kush? Allahu xhalla wala. Allahu ka gjykuar se ata ishin adhurues. Prandaj kush don me qenë adhurues I din I Allahu xhalla wala. Kur don me adhuru Allahun siç duhet me ndjek rrugën e pejgamberit të Allahut azza wa jall. Nëse Allahu ka gjykuar se ata kanë qenë kështu. Pastaj Allahu xhalla wala tregon se qysh kanë arrit me qenë abidin. Qysh rruga, çfarë rrugë kanë ata që me qenë abidin, adhurues ndaj Allahut. Allahu para kësaj thot wa kanu yad'unana raghaban wa rahaba. Ata e lutën Allahun xhalla wala raghaban me domethënë dëshirë dhe lakmi për shpërblimin e Allahut azza wa jall, por edhe me frikë nga dënimi I Allahut te bareku teala. Pra adhurimi ka qenë adhurim I balancuar. Nuk ka qenë adhurim për shembull I motivuar nga një anë, por I zbehet në anën tjetër. Ase besimtari për tek Allahu xhalla wala ec me dashuri dhe shtyhet me frikë dhe shpresë. Këto trija janë baza e adhurimit ndaj Allahut mënduar. Andaj është që Allahu na ka dashur shumë dhe pastaj edhe kanë pas frikë nga Allahu azza wa jall. Janë përul, por edhe kanë pas shpresë në falje dhe kanë pas shpresë në shpëlimin e Allahut te bareku teala. E me këto komponente Allahu xhalla wala pastaj përmend se kanë qenë adhurues. Prandaj çdo më pa për shembull si e kanë dashur Allahu xhalla wala, është qartë jetë e pejgamberëve. Domthonë përkundër misionit të rënd, përkundër vështirësive, përkundër sprovave që realisht I kanë godit për shkak të misionit, nuk është zbej asnjëherë as dashuria ndaj Allahut larg asaj e as mendimi I mirë për Allahun te bareku teala. Nëse njëri për shembull të ndër vëllezër, nëse në këtë dunjë sprovohet për shkak se kërkon pasuri në punë, edhe tash këtë rrugë ka probleme, ka vështirësi. Tek mundi ti hin këtë rrugë. Ti hin këtë rrugë e tash ballafaqohu me sprovat, ballafaqohu me të lashët, paguaj koston e kësaj rruge. Dikush do për shembull me arrit në pozitë caktuara, ka vështirësi, ka të lashë, mirë vetë që dash me hi, e pagun koston e kësaj që e ka kjo rrugë e kësaj me radhë. Ose për shembull, njëri ka sprova me fëmijët vet, në rregull vetë I ke dashur. Apo, do ti ke dashur fëmijë dhe duhet me dash fëmijë. Po tash e pagun koston e fëmijëve normal, se mos me pas fëmijë do sprova nuk të vinë. Por ato sprova janë të këndshme, nga se fëmijët janë më të këndshëm se sprovat. Ama duhet të them që ti e futesh në rrugë dhe pagun koston e rrugës. Këta në këtë rrugë s'kan hi. Allahu xhallahu ka përzgjedhur se s'kan ditë çka kjo rrugë. Nuk ka Muhamedi sallallahu nuk ka ditë çka është me kon pejgamber. Nga se Allah vetë ka pranuar që nuk ti s'ke ditë çka është imani, ti s'ke ditë çka është libri. Prandaj kur I ka ardhur Xhibrili s'ka ditë çka po ndodh. E tash këtë rrugë I ka për shkak të kësaj rruge, për shkak të kësaj përzgjedhje ju ka ndosur prap moja. I ka refuzuar populli, ka pasur me familje, janë dëbu, janë shtyp, krejt për shkak të kësaj rruge, për shkak të qetit pejgamberit Allahu te bareku teala. Megjithatë, edhe pse e kanë pagu shtrejt koston e të qetit pejgamber, asnjëherë nuk është lëkun dashnia për Allahun te bareku teala. Gjithmonë e kanë kuptuar se për Allahun ja vlen. Është rrugë e shtrejt, është rrugë e vështirë, por megjithatë ja vlen. Andaj këtë gjë tek pejgamberi Allahu te bareku teala që I ka shtyr drejt kësaj kush, edhe janë ndihmuar në këtë me adhurim. Me adhurim. Andaj edhe Allahu xhallahu ala në fillim kur pejgamberit alayhi salatu wasallam ja shpalos natyrën e misionit, ti je dërguar në një mision, ama ky mision është I veçantë. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ne kemi të ngarkuar me një fjalë që ka peshë, është e rëndë, nuk është e lehtë, as me bardh, as me shpërnda. E para se me I kallëzu natyrën e misionit që ka thonë, kumi lejla illa qalila. Ngritu natën e falu gat, adhurimi. Që ka adhurimi pejgamberëve dhe ndihma e Allahut përmes adhurimit
që ta bartin misionin si duhet. Dhe ata janë shembull në këtë aspekt. Nuk i mundësi me bart misionin, nuk i mundësi me i dalë sprotetës nëse nuk je adhurues i deni Allahu te barekutaala. Adhurimi me gjitha komponentet e brendshme dhe të jashtme. Adhurimet e zemrës, sinqeritetin ndaj Allahut azza wa jall, dashuria, frika ndaj Allahut, shpresa në Allahun, mbështetja në Allahun, mendimi i mirë për Allahun, e gjitha ato adhurimet që janë të jashtme. Edhe në aspektin e gjuhës, e kam përmendë Allahun xhallahu ala shumë. E kam përmendë Allahun te barekutaala shpesh. Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot për pejgamberin alayhi sallam kanë yadhkurullahi fi kulli hin. E përmendte pejgamberi Zotit e tij gjithmonë. Gjithë. Ibn Umeri radhiyallahu anhu thot me një mejlis mbus pejgamberit sa i kom gje mi 100 tek astaghfirullah. Kjo mi 100 herë arabisht i bën domon nuk di me të gatu sa. Dhe sikur thur dikuti 100 herë i thartë. Sikur 100 herë, po shumë domon. Apo. Nuk është qëllimi numër 100. Po çaq kom gje që dikur zina sa ka thonë astaghfirullah me një apo. Ka përmendë Allah shpesh, e gjen përmendë Allah xhallahu ala te pejgamberët e tjerë tek Musa alayhi salam, tek Isa alayhi salam. Pra njëri përfiton nga ky adhurim i gjuhës, si e ka përmendë Allahu te bareke ve taala, me përkushtim, me mendim të mirë, me përmendje të vazhdueshme ndaj Allahut te bareke ve taala. Nga përmendja e Allahut është duaja. Shikon surën Anbiya, si e ka lutur Allahun azza wa jall. Si e ka lutur Allahun te bareke ve taala. Si e ka lutur Ayubi alayhi salam Allahu xhallahu ala. Shikon me çfarë përkushtimi, me çfarë parulje, me çfarë modestie. Ayubi alayhi salam ka qenë shumë i sprovuar me dini. Unë i ka hup fëmijët, i ka hup pasuria, i ka hup shneta. Edhe më e keq që se këtu çka ka qenë? Fjalët e njerëzve. Njerëz kanë thonë, ky njeri ka bëu diçka, pasi Allah s'pëlqen syt me qel, diçka ka bëu. Se njerëz flasin. E ka ardhur ndonëse më të vështirë në fjalët e njerëzve se sprova jote. Tronë në fjalët e njerëzve. Njerëz flasin, nuk nihesh mirë. Mandej, domthon ti ngushtojnë familjarët me ato fjalë, hajt ti ja bën dyqysh po. Për shembull del fëmia në rrugë, del gruaja në rrugë, del vllau në rrugë, flasin për ty, ata ngushtohen për shkak teje. Sprovash, apo nuk është e lehtë. Megjithatë e ka përmend Allahu xhallahu ala vazhdimisht edhe ka lutur me parulje, pa asnjë bezdisje, pa asnjë shqetësim në këtë sprovë që ka godit. Ja se durimi, sabri është adhurim. Edhe lutja është adhurim. Andaj si e ka lutur Allahu xhallahu ala, inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. O Zot, mu ka godit një gale e madhe, një sprovë, një dergje e madhe, e ti i gjithë mëshirshme dhe i mëshirploti. Që ka çfarë lutje, çfarë kombinim mes varfënisë, dobësisë edhe lavdërimit të Allahut te bareke ve taala. E që kjo është kombinimi i pejgamberëve. Mu ka rrugë, unë jam në telashe, a ti i lavdëruari. Për shembull si ka thënë Allahu xhallahu ala Zot, ke sprovë që ke godit, ke sprovë që ma ke qu, hekma se ti ma ke qu, ja s'ka thonë kështu, s'ka thonë. Dhe edhe Ibrahim alayhis kur ka folë për Allahun te bareke çka ka thonë? Fa idha maridtu fa huwa yashfin, wa idha maridtu fa huwa yashfin. Edhe kur të smuhem, ai më shëron. Mirë smunin kush ta çon? Allahu xhallahu ala. Edhe shërimin, po s'ka thonë ti më ka qenë smunin, edukat me Allahun xhallahu ala. Unë smuna e ti më shnosh. Unë jam ai i ligu i dobët ti e i miri gjithmonë. Shiko, çu na ka mësuar me madhnu Allahun xhallahu ala, me lutë Allahun te bareke taala, me gjuhë të paruljes, me gjuhë të adhurimit, me gjuhë të nështrimit dhe Allahut te bareke taala. Çtan pejgamberi Allahut, për të na duan. Ose për shembull, si ka qenë lutja e Yunus alayhis salam kur ka qenë në barkun e balenës. Shiko, mrana bard balenës la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Kjo dua madhështore, kjo përmbledhje më të vërtetë e mahnitshme e kësaj lutje që bëhen nga gjuha e një adhuruesi të Allahut te bareke taala. La ilaha illa anta. Mas pari ka një shmëri dhe Allahut, besim dhe tauhid. La ilaha illa anta. Nuk ka Zot që meriton të adhurohet pas teje. Ti je i vetmi që adhurohet, veç ti. Pastaj mas këtij konfirmimi që ka, subhanak, ti i pasur nga çdo emet. Në këtë që më ka rrokë mu, kjo bela që më himë barbalez, krejtë me fajnë tem. Ti i pasur, ti gjykon drejt, ti gjykon mirë, asë një emet në kështë ti. Andaj ka në këtë dua qëka,
ka konfirmim, ka lavdrim, mëndnim dhe Allah xhallahu ala dhe ka pranim të fajsisë. Inni kuntu min adh-dhalimin. Unë kam qenë nga ata që kom bo zullum, unë e kom bo keq. Andaj asnjëherë nuk ja kanë larg asaj më janë vesh Allahu xhallahu ala diçka nga për shembull tmetat, diçka nga ato që nuk i takojnë Allahu xhallahu xhelalu. Subhanaka. Gjithmonë me fjalën subhanaka, subhanallah, nga dhikret më të fuqishme, më të rëndësishme ndaj Allahut te barekuhu teala. Andaj ti je i pasur nga çdo emet, ti je i madhruari, ti je i lavdruari, ndërsa unë jam gabimtari. Shikoni për shembull gjithashtu të ndërvozur Ademi alayhi salatu wassalam. Si ka bërë tauba tek Allahu xhallahu ala. Me gjuhë, adhurimi gjuhës, që ka bërë nga zemër normal, nga madhnimi i Allahut, po me gjuhë ka thonë. Qysh kam bërë tauba, çka ka bërë Ademi? Cili ka qenë gabimi i Ademit alayhi salam? Ka hongër për një kokër veç. Çiqaç, korç. Allah ka mos ha ka hongër. Ja. Tjera ka bërë gabim Ademi alayhi salam? Jo. Qëria kërkim falin atë. Thush i ka vra 100 njerëz. E ka plaçkit, e ka bo kurse qka. Qësit të ube, nuk bën njeri për qësi që najtë vogële. Mirë, po madhnimi Allah xhallahu ala. Allahu ka thënë, ju unë e kum bo, më zvet halli për mua. Rabbana innana dhalamna anfusana. O Zot, na e kena voznuar të sot, s'na fal ti, po i halli për neve, më zvet për neve. Kush e ka mësuar kështu? Me budua, kush i ka mësuar kështu më lut? Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alayh. Allahu e ka mësuar kështu edhe ai ka folur çdo fjalë, i ka thonë çdo fjalë njëjtën, edhe Allahu e ka vënë vendimin. Nuhi alayhis salam, çka ka thonë Nuhi alayhis salam? Çfarë gabimi ka bënë Nuhi alayhis salam? Shkoi vetëm 950 vjet ka thirr në besim, 950 vjet i është ekspozuar çfarë do nënçmimi, përbuzje, refuzimi, don çka si kanë thonë. Për hir të Zotit xhallahu ala, këtë i ka dhuru. Në fund ka shkatrimi. Yarhamukallah. Edhe një sana ka thonë. Një ka thonë. O Zot, ti ke thonë që familja ime ka më shpëtu. Wa inna ibni min ahli. Edhe djali im është familja im. Ai nuk pështoj. Çka thonë? Allahu si e ka kthy? Nuk është ai familja jote. Innahu amalun ghayru salih. Nga sa i nuk ka punë mirë. Nuk është ai produkt i mirë. Nuk është ai joti. Një kuptim biologjik, joti është, po në kuptim të edukimit, e formimit, çaj nuk është joti. Edhe Allah çka i tha? Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Unë po të këshilloj që mos u bë ignorant. Shikoj kështu Allahu i tha. Si ishte reagimi i Nuhit alayhis salam? Rabbi inni dhalamtu nafsi. O Zot, zullum të madh kumona. S'rdash më thonë kështu. Fjalë gabim kum thonë. S'kum thonë fjalë me vend. Çfarë pranimi? Fa in lam taghfirli wa tarhamni akum min al-khasirin. Nëse ti s'ma fal, nëse ti nuk më mëshiron, unë do të jem nga të humburit. Ta madhnimi në gjuhë, dhe Allah xhallahu ala. Sa njerëz bojnë gjunoje, kur namazin se falet, zemrën e mirë, na i fal Zoti. Që ky njeri subhan një fjalë ka thonë dhe çfarë për ulje, çfarë ndërtimi, o Zot që s'ma fal ti më në hupi. Dhe njerëz kur si kanë shembull pejgamber, tani flasin fjalë që s'folën, ecin udhëve ndryshme. Ai më morë pejgamber, shikoj që kanë mëdhnu Allah xhallahu ala, që kanë bërë tauba, për çfarë gjunoje më vaj. Po valla kanë të shpinëve, a ka bënë gjunat ose çfarë gjunoje, ku s'kan sa vao. Më na vetë neva po. Allah i ka mos u bëj një rand. Mos u bëj të kumsu, atë më kallzu kush është musliman. Atë më kallzu kush është besimtar. Do mbiri jot nuk është pej aty që të komprendu se ka më shpëtuar. E pse nuk ka kontestuar Nuhi, s'ka qenë kontestim. S'ka qenë zemra djegt e babës, normal. Ka po djalin ka ja merr dënimi i Allahut, përjetësisht e ka humbur djalin, nuk është lehtë vllazni këtu, e vështirë është. Ndaj aty nani e ka pas njerëz të huaj, kojshie, po mënoj të largët që ka pas kur gjë. Ata kanë pështu, djali vetë s'po pështon. E ata kanë pështu për shkak fjalët babës tina. Po pështon i hujes, po pështon i jemi. Nuk është e lehtë. Për ata, kur është liru Mekja, ka ardhë
Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu me babën e tij Ebu Kuhafa radiallahu anhu. Baba e Ebu Bekrit është bo musliman vonë, plak, këtë thjenët i kanë ra, vetat i kanë ra misi, shumë i vjetër e konë, për ka pështu zote për pak, elhamdulillah, u bo musliman. Ka arse këtë pejgamberi Alehi Sazam me Ebu Bekrin me e përnu islamë. Kër ka hi Ebu Kuhafa të këtë pejgamberi Sazam, pejgamberi më gëzu, normal, e Ebu Bekri ka qajtë. Kënë vëllë e Rasulullah që kësha pas me konë mi gjejtë Ebu Talibi me në bombës të në. Që ka qëfar, dëmonë qëfar ndjeshmërije dhe dhëmshërije ndaj gjendjes së pejgamberit alayhi sallam. Që ka, as nona, as baba, as agja, shumë nga ata s'kan mri me përfitu nga udhëzimi pejgamberit, na këtu kena mri. Mirësi Allah xhallahu ala. Ebu Bekri ka vlerësu këto, që babam pështaj, u po musliman, agjëjt, ta kanë gjitë durën, ecë dhe për pak më kështajame. Shtirë është, fjalla Nuhut alayhi salam ka qenë fjallë që del nga zamra e babës në dhëmshëria. Mirë po, prapë Allah i ka onë, mos u bëj një rëndë. Edhe që përshika që veç, qëfar dhikri, qëfar duaje Muhammitët, qëfar duaje. Pastaj nga adhurimet e shumë të ati gjenë që ka ndërru Allah të marru të ele. Edhe Allah ku fletë për ta, i përman Ibrahimin e Ismaile, shumë më radhë, thëtë, kur Allahu Gjellera fletë për ta surën Maryam, edhe përman që i kanë dëgju ajetë Allahut, i kanë dëgju argumentet, që konë Allahu Gjellera kështë mërë. Si ka qenë reagimi tyre? Reagimi tyre si ka qenë, kur kanë dëgju fjalët e Zotit, Gjelle Gjelalu. Kharru sujjadan wa bukiya. Kharru sujjadan wa bukiya. Shpejt, në nëzitim, kanë rënë sejdë dhe me lëtë në faqe, nga madhnimi Allahut dhe dashnia për të. Kur e ka lezu këtë ajet, Ibrahim Ledhem, rahimahullah, disa nga të parët tonë, kjo është ajet, kur lezohet komplet, bjetë në sejgjde për ta. Tash nuk jem të lezu, jemi të spjegu, mirë po, kur e ka lezu ajetin Kur'an, e ka leon Kur'an e ka rënë sejgjde. E ka thonë, o Zot, sejgjde në bona, ama lëtë si pata si ata. Nejnë atë mangët, bim sejgjde, ama lëtë japë. Sejgjde po, ama lëtë japë. E ata, kharru sujjadan. Kharru, khurur, është to me ra, shpejt, me here, pas një vënes, me malëngjim, me knetësit madhe që, u dha një mundësie me bu një sejgjde. Këj bjen që, ata ka lip edhe rasën ma minimal për një bo sejgjde. Që të gut, ose po bim sejgjde. Sejgjde është veni ma i afërt me Allah në gjellë gjellë. Akrabu ma yakunu al-abdu ila Allah wa huwa sajid. Ta pejgamberi mos afërt i Allahut ti kur je në sejdë, mos gati. E ka mësuar Allahu që kjo formë të jetë forma afrimit, andaj ka mos sejdë shumë. Ka dëgjuar ajete Allahu xhallahu ala janë për ulje në shtru. Se sejdë është simboli nështrimit i për uljes, e për nështrim ka shumë çka më thon. Qysh në shtru që për ul. Pavarësisht kostos, pavarësisht çmimit, s'ka gale sa kanë më pagu. Më rëndësish është Allahu xhallahu ala për ulje më nështru. Prandaj të ndërgozë kena nevojë mësu këto mësime, me marr praktikisht nga jeta e pejgamberit xhallahu ala. Nga jeta e pejgamberit Allahut te bareku te. Qase janë urniku i dijes, urniku i adhurimit. Normal ata kanë qenë shkollë në altë të adhurimit, kanë qenë njerëz të përzgjedhur, por me një rrugën e tyre. Ja sallallahu xhallahu ala i tha pejgamberit alayhis salam para jo neve. Ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi. Këta janë ata që Allah i ka udhëzuar, ndaj ndiqe udhëzimin e tyre. Që Allahu po gjykon, ulaika alladhina hada Allah. Këta Allahu i ka udhëzuar, andaj ndiqe udhëzimin e tyre. Mos i largo këmbët nga gjuhët e tyre. As udhës tyre, udhës së Ademit alayhis salam, udhës së Nuhit alayhis salam, udhës së Ibrahimit alayhis salam, Musa alayhis salam, Isa alayhis salam, e shumë pejgamber tjerë që ka shumë që ka më thonë për adhurimin e tyre. Wallahi shumë pak kom përmend. Për që ka në Kur'an, nga pejgamberi të Allahut, nga adhurimi i Davut alayhis salam, adhurimi i posaçëm. Namazi i natës i veçantë ka qenë i Davut alayhis salam. Agjërimi i tij ka qenë i veçantë. I veçantë, që shofon natën që ka gjërë ditën. Nuk ka agjërim si agjërimi i Davut alayhis salam. Një ditë ka agjëru, një ditë ka hongër.
Kjo është agjërimi më i vështirë. Më i vështirë agjërimi që kjo. Pse? Dikush thotë po një ditë po një ditë jo. Jo që një ditë po një ditë jo. Se kërë më lehtë është më agjëru një muaj rresht. Se një ditë po një ditë jo, po se tamam mësosh me gjinu e prish. Tamam mësosh me prish në gjina. Këtu lëvizje me vetën shumë sira, nuk e të leta. Se ti në gjënë një muaj e ke pa Ramazan, 2 ditë për para, 2 ditë i ki, 3 ditë bisa të hinë sistem. Tani, kur vjen ka funi thush në gjinu me dhe javë sa të dush, se trupi është mësu në sistem. Ama një ditë në gjina, tani prishe. Tamam mësosh me prish, hajtë në gjina. Tamam vështirë është. Andaj ka agjërim më të vështirë ka pas Davudi alayhis salam. Pejgamberi Allahut në adorim. Andaj në aspektin e zemrës, në aspektin e gjuhës, në aspektin e jashtëm suksesika të sejdës, të agjërimit, të sadakas i ke pas shembuj më të mirë. Prandaj edhe Allahu xhallahu ala i tha pejgamberit asam, këta janë ata që Allahu ka udhëzuar ndaj ndiqja udhëzimin e tyre. Allahu na bëf pasues pejgamberëve në gjitha aspektet të dijes e të adhurimit e tjera që do të kasin për to inshallah, në veçanti të Muhammedit alayhis salatu wasallam, nga sa është pejgamberi jon, na në umetin e tij. E Allah na mëson të ndjekim gjurmën të tij deri në takim me të ditën e gjykimit, e na bëft Allah nga ata që hyjnë në xhenet bashkë me Muhammedin alayhis salatu wasallam. Allahu qoftë i kënaqur me juve, me neve gjithëve, na i falë Allah mëkatet tona. Zoti ju shpëlbojë me kaq për do fond. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.